Mijëra protestues dolën në rrugë në Minneapolis për të kërkuar tërheqjen e agjentëve federal të emigracionit nga Minnesota pas të shtënave fatale të 2 qytetarëve amerikanë. Në një goditje kombëtare kundër emigracionit, presidenti Donald Trump ka dërguar 3.000 oficerë federal në zonën e Minneapolis, të cilët po patrullojnë rrugët me veshje taktike, një forcë 5 herë më e madhe se departamenti i policisë së Minneapolis, duke protestuar kundër rritjes së numrit të madh të ushtarëve dhe taktikave të përdorura nga shërbimi i emigracionit dhe doganave i SBA-s. Disa mijëra njerëz u mblodhen në qendër të Minneapolis në temperatura nën zero, duke përfshirë familje me fëmijë të vegjël, çifte të moshuar dhe aktivistë të rinj. Jam këtu sepse do të luftoj për ëndrrën amerikane për të cilën erdhën prindrit e mi këtu, tha një pjesëmarrëse në protest. Në një lagje në Minneapolis, pranë vendeve ku Alex Preti dhe Rene Good, 2 shtetas amerikanë u qelluan për vdekje këtë muaj nga agentët federal të emigracionit. Rreth 50 mësues dhe antar të stafit nga shkollat lokale dolën për të marshuar. Protestat ushtrinë përtej Minneapolis, ndërsa organizatorët parashikuan 250 demonstrata në 45 shtete dhe në qytete të mëdha si New Yorku, Los Angeles, Chicago dhe Washingtoni, nën sloganin "Ndalo financimin e ICE". Presidenti Trump nga ana tjetër ofroi një vot besimi për sekretarin e sigurisë kombëtare Kristi Noem, departamenti i së cilës mbikëqyr ICE. Kritikët kanë kërkuar dorëheqjen e saj, por Trump tha në mediat sociale se Noem ka bërë një punë vërtet të shkëlqyer, duke pohuar se katastrofa kufitare që kishte trashëguar tashmë ishte rregulluar.